Edhe kur kanë ikur kanë qarë, tregon mama me. Gjermanët, ë? Gjermanët, po. Wow. Por njëkohësisht. Po. Te ka e dhoma poshtë e kendi, e ke parasishti? Ti e ke padur shtëpinë shumë të madhe dhe unë kam vite që s'kam kaluar. Aha. Po ti ne jemi ullur, kemi bërlogje. Aha. Ma hoqe fillin se edhe Po, në atë? demenca po pëmsaj. Po. Në atë shtëpi, ka ndajdu brigada e shtatë sëllmose. Gjin Marku, Fjeraku, Gjin Marku. Po. Ai që dashuron të Teftën. Kush ishte Tefta? Tefta ka qenë një partizan e Kristaqi me Teftën, me mbiemër edhe vinte deri te Avllia ai, takoheshe me ta dhe ikte. Në fund nuk u përfunduan. Pse? Nuk e di. Edhe ata kanë qëndruar në shtëpinë tënde? Ata vinin nga shtëpia e Fërditës, babi për të natën, hapi një dritare të shtëpia e tyre që vinin jo nga porta kryesore, po vinin nga brenda shtëpisë. Që të takoheshin të dy bashkë? Jo, flinin Vetëm që të flinin aty. partizanët atyre. Partizanët. Edhe Gjermanëve thoshe mama, asnjë si u vrajti mendje se këtu hyn njerëz që poshtë në kur nisesh për në kala, e deri këtu ishte tër milicë. Wow. Lëmbe milicë. Dhe asnjëherë nuk menduan që në shtëpinë tënde? Ja. Sa interesant. Bile mema, po vetëm se ishin çuna të rinj, do ta diqte shtëpinë që të digjeshin brenda. Wow. Gjermanët. Gjermanët që po rinin të këty muaj? Po, Po pse? po do vinte ushtri e madhe. Na iqnin ata njerëzit Dhe e nëna shtëpisë mendoi që të diqte shtëpinë bashkë me gjermanët brenda. bashkë me Gjermanë. Dhe pastaj, djemë të rinj të sakatoj me ne po sillen shumë mirë, ham bashkë dhe im bashkë. Çfarë mësove nga gjermanët ti? Sa vjeç ke qenë ti në atë kohë? Po ç'ne unë? Ti s'ke qenë, ti ke qenë po vrat. Po, unë them 44-ën, Po, mama po. e ishte shazam me Evangelin. Kështu që kjo shtëpi është veç muzeale, është shtëpi patriotike. Tani, kur unë kam patur një intervistë përpara shumë viteve, mua më ka ardhur një mesazh nga ty. Messenger. Për një djalë jetim, ose për një djalë që ka qenë i vogël. Po unë tani duhet ta hap se ku ka qenë. Pe kush është? Se mban mend ti? Jo, nuk e mbaj mend të kem shkruajtur. Që familjen që ti ke përmendur tek intervista ime tek Pushime on Top, ai të ka thënë që ka qenë nëna ime, nëna dhe babai im, kur janë larguar nga shtëpia dhe unë kam qenë i vogël. Kam treguar ma që ka treguar qenë ai ushtar i vogël që ka qenë. Prit, ma tregon tashin çik si histori, atë dhe ta mbyllim. Na troket njërë në derë. Para sa vitesh? Po, nuk e di, Vangeli duhet ta di sakt. Ka, 10 vjetë po njërë, ka. Erdhi dhe pa ndihmën asnjë njeriu gjeti shtëpinë. Wow. E Një mban- person, ë? Një person. Ishte i mas në mosh. Edhe e gjeti shtëpinë, u fut brenda, filloi tregonte, kjo është dhoma ku kemi fjetur neve, tha. Se dinte frëngjisht ai dhe frëngjisht ja përkthente gladi mbaj Po, mend. po. Kështu ka qenë. Edhe tha për shtëpit, tha, piju me Vangeli mberi. Sa vjeç Pa ishte pak a shumë? fatkeqësi. Nuk e di sa vjeç ishte, po i mas në mosh ishte. Edhe më tha mua dëgjo, ti lodhe shumë me këtë shtëpi, tha. Unë do t'i ble këtë shtëpi dhe ti para do t'i kesh kështu dhe një dhomë për vete do t'a mbash. Po ishte fatkeqësi e madhe, kur iku kujmë për në Gjermani, zbriti nga aeroplani, aksident mete, na meri biri ti në telefon. Se si duke do ketë patur pak gojaj. Edhe na merë në telefon që babaj mbaroi aksidentalisht. Kështu që fati im Ti nuk e shita shtëpinë. do ta shes, po pres për ta shit. Prapë në shtëpinë ti.